Cili është gjykimi për këtë? Prap Hasi, vazhdon sot e pasi me Hasin në histori. Qa thot këtu? Është një varr tyrbe dhe thot paqim, pra me kuptimin paqim, ndihmën tënde o shes Sinani ky, dhe të madhit Zot. Pashtrik, pra veni që kanë pashtrik. Pashtriku i Hasit është? E rëndësishme. Cili është gjykimi, thot, shirk i dhujtarie e pastër. Pastër fare, po edhe shumë e rënd, e fillon me të vdekurin, edhe Zoti si kusur, edhe të Zotit. Po ti ti të më animojsh, edhe Zoti, e valla, pa erdhi dhe Zoti me ty mirë. Paqim ndihmën tate, dhe të madhit Zot. Ti na bësh marë, po edhe Zoti, pra i dhujtari shumë shirk nga ato shirqet e ulta shumë. Se të kishe thonë për shembull, paqim ndihmën e të madhit Zot dhe tandën shirk i dhujtari, po të paktën ka i qik fisnikri mrena, e nis me Zotin dhe me këtë kufomën. Shirk është edhe kjo, në xhenem çon, po them, ka i qik makjazh, ka i qik. Kjo është e rëndë shumë. Edhe qafirat e Mekës nuk folshin në këtë gjuhë.